Zoti Koklima, në një takim sot me studentët, si ky takim dhe për çfarë u fol aty? Takimi sot ishte shumë interesant me studentë Universitetit të Vlorës. U diskutuan programi i lëvizjes politike Zgjidhja dhe nisma ligjore unë zgjedh deputetin që dua. Më pëlqyen shumë diskutimet e studentëve. Ishin djemë dhe vajza shumë të zgjuar, shumë interesant. Dhe shkoj gjithçka shumë mirë. A keni një koment tuaj referuar zhvillimeve të fundit politike kryesisht aty në copën e parlament? Pra largimi i përfaqësuesve dhe deputetëve të LSI-s nga parlamenti. Pra jo largim, po mosprania, mos prezenca e tyre në parlament. Ditën e sotme. A ka ndonjë përkthim, ndonjë domethënie për ju lloj mesazhi? Sigurisht që unë nuk mund të komentoj veprimet e deputetëve të Lëvizjes Socialiste për integrim. Unë mund të bëj një koment për koalicionin Aleanca për Shqipërinë Evropiane, për cilin edhe jam investuar vetë në të kaluarën. Është një koalicion që nuk i arriti pritshmëritë e duhura sipas meje. Nuk u shfrytëzua si duhet koha e këtij mandati që kaloi, me qëllim që ky koalicion, pra e Majta e Bashkuar, të adaptonte standarde të larta qeverisëse, të adaptonte një kulturë dhe bashkëpunim transparent me njëra tjetrën, dhe të silleshin si një koalicion në pushtet dhe në qeverisje. Për mendimin tim u sollën si dy qeveri, një e madhe dhe një e vogël, dhe institucionet si parcelat veçanta. Aq më pak u punua që e Majta e Bashkuar të përgatitet për të qeverisur mandatin e ardhshëm në ato cilësi që kërkojnë qytetarët e vendit, më shumë pushteti dhe mundësit, sidomos nga qeveria e madhe, u përdorën për të konsoliduar dhe fuqizuar pushtetet personale të drejtuesve, dhe më pak për të përmirësuar edhe koalicionin edhe qeverisjen tonë. Unë nuk mendoj se do ketë një surprizë nga këto zhvillime. Palët bëjnë lojrat e tyre politike. Koalicioni sipas meje do të jetë në qeveria do jetë i qëndrueshme, nuk do ketë ndonjë problem. Dhe deri tani nuk lexojmë ndonjë të dhënë që kjo marrëveshje nuk do vazhdojë dhe më tutje. E vetmja e dhënë që ne mund të nxjerrim si përfundim është që bashkëpunohet pak dhe keq për mirëqeverisjen e vendit. Dhe bashkëpunohet keq për një majt të bashkuar që do të justifikonte plotësisht pritshmëritë e njerëzve tanë, pritshmëritë e qytetarëve tanë, për të qeverisur më mirë dhe për të reformuar sistemin politik. Një majt që do të bënte demokratizimin e partive dhe demokratizimin e qeverisjes. Një majt që do të ushtronte pushtetin në përputhje me trendet e kohës, pra që do të duhesh të bënte reforma për t'ja hequr pushtetin një grushi njerëzish dhe për t'ja kthyer popullit, i cili është defaktorizuar plotësisht në këtë tranzicion dhe sot është praktikisht në një gjendje që nuk merr pjesë në asnjë vendimarrje duke ushtruar në mënyrë të drejtë për drejtë vullnetin me votën e lirë. Gjithashtu, mendoj se e Majta jonë në këto 3 vjet e gjysmë nuk punoi për të përmirësuar standardet e zgjedhjeve, për t'i dhënë Shqipërisë përfundimisht zgjedhje të lira e të ndershme, siç meriton populli jonë dhe siç ndodh në të gjitha demokracitë
kushtetuese të vendeve të civilizuara të Europës. Në fakt edhe nismë ligjore që ju keni prezantuar edhe në qytetin e Florës, në thelbin e saj ka demokratizimin e partive politike. Sa do arrihet që këtë qëllim? Unë besoj që nisma ligjore do të arrijë plotësisht objektivat e veta. Unë besoj që këtë nismë do të nënshkruajnë të paktën 1,5 milion shqiptar, që do të thotë se do të ndërgjegjësohet plotësisht populli jon për situatën në të cilën ndodhet qeverisja e tij, për situatën në të cilën ndodhet sot vendi, dhe ky ndërgjegjësim do jetë dhe energjia kryesore që do imponojë ndryshimet ligjore dhe reformën e sistemit politik në Shqipëri. Edhe më parë jeni shprehur që kjo është një ngjarje e madhe historike për vendin apo jo, nisma ligjore. Unë jam shprehur që miratimi i ligjit të ri për partitë politike me këto standarde që kanë sot të gjitha vendet perëndimore do të jetë padyshim fundi i tranzicionit dhe fillimi i një ere të re zhvillimi në Shqipëri. Pa këtë ndryshim, pa këto standarde, pa këtë demokratizim të partive, nuk do të kemi transferim pushtetit nga një grusht njerëzish që e kanë sot në mënyrë të plot tek qytetarët e Shqipërisë, dhe nuk do kemi asnjë reformë që do të sjellin në Shqipëri ndryshimet e dëshiruara dhe ndryshimet e pritshme. Ish ministri Manjani ka artikuluar një sër akuzash të cilat janë thënë herët edhe nga ju, por ka vijuar edhe më tjera. Në fakt, është një shkëplak e radhës për qeverinë, duhet ishte kampane larg dhe cili është opinioni juaj mbi qëndrimin e ish ministrit. Një prej akuzave ka qenë ajo e krimit që bashkëpunon me policinë. Për sa i përket kësaj akuze që edhe te kjo për e bashkëpunimit të policisë me krimin në lidhje me kultivimin e lëndës narkotike apo kanabisit. Kjo është një prej akuzave të Manjanit, por tani për shiko, nuk dua që as të komentoj Manjanin, as të them konsideratat e mia për të, as të komentoj veprimet e qeverisë. Ato kanë ndodhur ashtu siç kanë ndodhur, por në themel këtu problemi është i drejtë. Nuk mund të fshihet e vërteta në Shqipëri. Ajo që ka ndodhur në Shqipëri është e vërtetë që e di gjithë populli. Nuk i hedhim dot hy syve popullit dhe nuk e mbulojmë dot diellin me shosh. Funksionarët e policisë në gjithë vendin janë implikuar në shumicën e tyre me kultivimin ilegal të kanabisit, dhe këtë gjë e dinë gjithë shqiptarët. Prej këtej, unë them që s'kemi çfarë komente të bëjmë për Manjanin, por gjithë ata funksionarë policie që kanë marrë pjesë në drejtimin e ekonomisë kriminale të kanabisit dhe që kanë bashkëpunuar me të gjithë këta njerëz, të cilët e kanë zhvilluar këtë ekonomi kriminale, duhet të largohen nga policia. Në këtë bashkëpunim të këtyre zyrtarëve me mafiozët e kanabisit ka ndodhur një implikim. Është implikim që në fundit nuk është se çon në kontrollin e funksionarëve të policisë mbi kriminalët, po çon në kontrollin e kriminalëve mbi policinë. Prandaj dhe këta njerëz duhet largohen nga shërbimi i policisë. Kemi lënë në situatë rënd apo me një Unë them kështu që një polici vetëm të jetë i implikuar është diçka e rëndë, një i vetëm. Dhe sado që të jenë këta njerëz duhet largohen nga policia, sidomos nga funksionet drejtuese, sepse ata rrezikojnë rendin dhe sigurinë e qytetarëve. Rendin dhe sigurinë e ligjit. Ju do të jeni dakord edhe me largimin e Tahirit në tonë? Nuk jam duke thënë fare për gjërat përveçme, as nuk jam duke adresuar në një përgjegjësi specifikisht as te Tahiri as te ndonjëri tjetër, por jam duke shtruar një parim që rrjedh si konkluzion krejtësisht logjik i të vërtetës që e din çdo shqiptar dhe e din çdo qytetar i Shqipërisë. Dhe këtë të vërtetë duhet ta konsiderojmë, s'kemi çfarë të fshehim. Ta konsideroj shumica jon dhe të marrim masat korrigjuese. Ti korrigjoj këto gjëra dhe të shkojmë përpara. Koalicioni sipas meje do të jetë në qeveria